regjimi Edi Ramës përsëri ngrihet mbi 3 shtylla turpi, mbi 3 shtylla të cilat rënojnë çdo ditë qenjen tonë. Në qoftë se Enver Hoxha me varfrin, mjerimin, skamjen, urin kronike, shtypjen dhe indoktrinimin, i shtrojnë shqiptarët në një popull fantazm. Edi Rama, me politikat e tij, me vjedhjet, farsën elektorale, mashtrimin, me krimin dhe ligjin mburoj, po i shtronë shqiptarët, po i shtronë Shqipërinë në dheun e jo shqiptarëve, po përzën shqiptarët nga Shqipëria, po shkreton kombin dhe vendin për të ndërtuar parajsën e tij dhe të hajdutëve të tij. Miq, pra ngjashmëritë janë të tmerrsisht të hidhura. E vërteta është se kur ky komb nuk është vjedh si të vjedhet sot nga qeveritarët e Edi Rama dhe qeveritarët e tij. Miliarda euro porti Durrësit, në të cilin ai ndërton Dubai në 1001 netëve të tij. 100 milion euro me akshin e lindave, 100 milion euro me Erion Velin dhe incinerator, miliarda me lubin e tij në rrugë dhe në punë që nuk janë kryer kurrë. Dhe këto para, përveç se në parajsat e tyre, shndrohen në një krim të tmerrshëm elektoral, shndrohen në votat blera, dhe votat e blera shndrohen në vjedhje dhe me të mëdha. Ndaj edhe shqiptarët marrin rrugë të dheut, tashmë jo një si popull fantazm, por si një popull që braktis dheun e tij të bekur, sepse pasuritë e këtij vendi janë shtruar në pasuritë mallkuara për qytetarët e tij. Edi Rama, ky armik i egër i qenjes shqiptarëve, një lloj, si babai i tij shpirtëror, ka vendosur mbi shqiptarët censurën, mashtrimin dhe censurën, me mediat e tij të ushqyera si shushujza nga paratë e qytetarëve që vjedh në prokurime publike dhe pasuri publike. Qytetarët ndigjojnë nga mëngjesi që erë ndark, mashtrime dhe vetëm mashtrime, glorifikime të keqes, të krimit, të vjedhjes, demonizim në opozitës, censurim në opozitës.